أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allahun e falenderojmë, dërgojmë shumë salavatë në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët e tij, dhe me gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tyre në ndeshmërinë dhe në ditën e fundit. Së mbjani që t'ju falenderoj përzemërsisht secilin që keni gjetë ku më ardh. Kisha pas qejf që Hoxha Valan më na jap një fjalë përshëndetje për gjithë, e pse jo edhe një këshill për cilat gjithmonë jemi të nevojshëm. Zoti të shpëlbeft. Dashur vëllezër, gjithsa jeni, Zoti ju bekoft shpirtin, ju bekoft punën, ju panoft agjërimin dhe ju dhash devotshmërinë. Këtë thesar të çmuar që të gjithë ne përmes agjërimit të mundohemi ta thellojmë në zemrat dhe shpirtin tonë. Gjithçka kërkojmë prej agjërimit është ajo qenia e devotshmërisë, ku njeriu thret mballët vëmendjes dhe mençmërinë ndaj Zotit xhallashahu. Gjithsa jeni, Zoti ju bekoft në këtë virtyt, ju shtoft punë të mira në bazë ti dhe ky është qim shkoft sevap për ata që kanë shtruar. Zoti nderoft Hoxhën, xhamatin dhe u pafshim gjithmonë për takimet hajrit sikur ky i sonte. Zoti ju nderoft gjithë. Faleminderit shumë për kryetarit Hoxhës Valan. Kemi thonë disa herë që Ramazani është shkollën veti, ku prej Ramazanit synojmë me dalë prej me shumë mësime të reja. E një mësim që marrëm në Ramazan është uniteti dashur besimtar, ku jeni dëshmitarë edhe vetë që iftarin, po hajmë së bashku, namazin e terafis për falim së bashku, edhe shumë punë tjera për i krymë në bashkëpunim. E kjo është forca jonë si besimtar dhe si musliman. Nga se Allahu këtë vllaznillak dhe këtë mirësi që ne e kemi, e quajti rahmet prej anës ti, duke thënë fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. O ju besimtarë, si shkak i mëshirës së Zotit, jeni bërë vëllezër mes veti. Prandaj, si që jemi bashku në Ramazan, të vazhdojmë të jemi si një trup i vetëm, si një trung i palëkundur edhe pas Ramazanit, se vetëm të bashkuar jemi më të fuqishëm dhe më të fortë dhe mund të përballemi me çdo sprovë që na del përpara. Edhe një herë gjithëve ju falenderoj përzemërsisht që keni gjetë ku më ardh. Gjitha xhamiet e qytetit, Rrethinës, i falenderoj përzemërsisht edhe Armendin, Baharin dhe gjithë kontribues që janë bërë sebeb që më ushtru ky iftar. Edhe një herë Zoti ju shpëlbeft me të mira e gjithmonë për të mira ata ku. Faleminderit.